Me jQuery mund t'i zbehim dhe t'i heqim elementet nga dukshmëria. Metoda fade in përdoret për të zbehur një element të fshehur. Parametri opsional I shpejtësisë përcakton kohëzgjatjen e efektit. Mund të marrë vlerat vijuese, slow, fast ose milisekonda. Parametri opsional I rikthimit të thirrjes është një funksion që duhet të ekzekutohet pasi të përfundojë zbehja. Shembulli demonstron metodën fade in me parametra të ndryshëm. Metoda fade out përdoret për të zbehur një element të dukshëm. Parametri opsional I shpejtësisë përcakton kohëzgjatjen e efektit. Mund të marrë vlerat vijuese, slow, fast ose milisekonda. Parametri opsional I rikthimit të thirrjes është një funksion që duhet të ekzekutohet pasi të përfundojë zbehja. Shembulli demonstron metodën fade out me parametra të ndryshëm. Metoda fade toggle kalon midis metodave fade in dhe fade out. Nëse elementet janë të zbehur, fade toggle do t'i zbeh ato. Nëse elementet janë të zbehur, fade toggle do t'i zbeh ato. Parametri opsional I shpejtësisë përcakton kohëzgjatjen e efektit. Mund të marrë vlerat vijuese, slow, fast ose milisekonda. Parametri opsional I rikthimit të thirrjes është një funksion që duhet të ekzekutohet pasi të përfundojë zbehja. Shembulli demonstron metodën fade toggle me parametra të ndryshëm. Metoda fade to lejon zbehjen në një opacitet të caktuar, vlerë midis 0 dhe 1. Vlera mbi 1 e bën ngjyrimin të qëndrojë normal. Parametri I kërkuar I shpejtësisë përcakton kohëzgjatjen e efektit. Mund të marrë vlerat vijuese, slow, fast ose milisekonda. Parametri I kërkuar I opacitetit në metodën fade to përcakton zbehjen në një opacitet të caktuar, vlerë midis 0 dhe 1. Parametri opsional I rikthimit të thirrjes është një funksion që do të ekzekutohet pasi funksioni të përfundojë. Shembulli demonstron metodën fade to me parametra të ndryshëm.